Më shpjego variantet e fjalës Tiranë dhe kur u doli për të parë, kur u shkruhet për të parë fjala Tiranë? Shiko, për etimologjinë e emrit ka disa variante, unë e kam... Po, cilët janë për ata që në ndjekin? Një nga variantet është... Ato janë disa variantet që kanë rënë, sikur Sulejmani Avuri, Sulejman Pasha. Po, në kujtim të Tiranit, po kjo nuk është e vërtet, sepse emri është më i hershëm Tiranë. Atëre, jo, ti marrim me radhë. Një, varianti i parë është që vjen nga fjala Tiranë, me që Sulejman Pasha, jo, varianti thash. Ka luftuar atje, fitoi betejë dhe e vuri këtu. Kjo bie poshtë sipas te. Po, kjo ka rënë poshtë. Sepse fjala Tiranë ka qenë më e hershme. Dyta. Tani, është si nga ajo ishte si një vend i quhesh si një vend i prodhimit të djathit të Bylmetit, edhe nga Tyros nga Tyros në greqisht dhe në latinisht, dhe si transformimi i kësaj fjale, sepse Tiranë, sepse ilirët ishin blektor të Zot, dhe është një hipotezë kjo. Variant. E treta. Një variant tjetër është me atë mbetjet që fusha e Tiranës ishte përshkrohej shumë nga ujrat, dhe ato sigurisht lenin mbetje të ngurta, dhe i quheshin Tirana. Tirana, që vinin nga lart poshtë. Edhe Lana të Lana. Tirana, nëse to janë prap me shumë më janë. Do tre, ka tjetër? Është edhe nga ajo Tiranës. Tiranë, edhe ajo nuk është më përpare. Është edhe nga fjalla Tuske Tireni, edhe si transformimi këtyre. Por, shiko, ideja është kjo që kjo etimologjia, shpjegimet e janë shumë parsigurta. Edhe për Vienën, austriakët nuk janë fort sigurt nga rrjetë tamam. Nuk mund të thush dot është ky variant, është ky. Ti vetë kujt i beson nga këto 5 variante? Nuk kam ndonjë. Nuk kam ndonjë, sepse ngelesh neutral, mund të jetë ashtu, mund të jetë kështu. Ka një qytet në Itali, mos gaboj flash ai Tirano, apo në nga këto. Etimologjia është e pasigurt në nuk mund të flas me siguri. Kisha merresh me Tiranën dhe krojet e Shëngjinit. Ku ishin krojet e Shëngjinit Gazi? Më sipër. Do në pjesën lindore të qytetit. Po ku fiks sot? Çfarë ndodhet sot atje? Ndërtime, të themi diku, nëse ke parasysh se ne i lidhim me ato të kohës së Misomames, nga fusha përtej andej në mes atje. Nuk jo të fusha aviacionit? Më këtej fusha aviacionit. Okej, dhe mozaiku tani aty që ka mbetur, foto tjetër, sepse duhet kemi... Kjo është e vizitueshme. Ja, këto, krojet e Shëngjinit, 4 krojet e Shëngjinit. Kush i shkatroi këto, më Gazi? Pas ka qenë deri në vitet 30, a? Po, në vitet 30 u sistemon. Po, shiko, ne kemi... jemi popull luftarak. Po, thashëm po, çka kanë dashur e kanë shkatruar. Është për të ardhur keq, po. Krojet e Shëngjinit janë aty te zona... Në fush atje, aty diku. Marin të hapim hartën të qimet me hartën. Okej. Foto tjetër që të kalojmë, se ka shumë foto për të shpjeguar? Po. Që është kujtesar që është në Muzeun Metropolitan të New Yorkut? Po. Kush e gjeti? Po, 2 shtatarë duke punu tokën në Vrap. Në Vrap, në fshatin Vrap. Kush Vrapi për gjithë ata që na ndjekin? Po, Vrapi dihet e kenë hartë tani aty. Jo, flas te zona... Tani, shiko, këto e gjedhën dhe e shitën, e ishe në i kazan atje.